Ty shka mundësit e qanë, edhe mas 27 vjetë, mu që kriminishë, me pare që ja pagujmë natë, mu qeshën tonë, me aeroplan, me ekip madhe, me shkull zhvitër, me thonë vazhdive motrave tonë, s'ka edhe shqirimtar, edhe zullumqar. Për shëndetje mi së dashër, mirë se veni të danë gjedin analizë. Ja pra miq, tema sot është Ramush Haradinaj, çlirimtar dhe zullumqar. E ndëgjova që pas ka majtë një fjalim Ramush Haradinaj duke kërku vot, por nuk pe kuptoj pse ka kap kaq me hez këtë fjalimin e Albin Kurtit, sepse Ramo të di shumë mirë që Albin Kurti kur fol diçka veç beri vull, se nuk fol në hava, edhe nuk akuzon kot, edhe nuk është për gjithë, mos është i kreti thes, unë di që për kërkon vota, po kjo është për qamje. Unë muna me tregu ty, do gjëra që jenë faktu dhe më thonë që se qëfar zullumi, dhe me thonë, i ke bo shtetit. Jo njerëzve, po shtetit. Po fillojmë për teje, të ndigjojmë do qka i kemë dëgju gjithë, ato që qëtojmë të bashkë më që, shkojna, sepse Albin Kurti, kur thot diçka, është qashtu e para, e dyta, se harrova, ne ja pagujmë biletën në Albin Kurti, të shumë e vërtet, a më jënë klasë parë, sikur juve. E di shumë mirë, kë ullet në ekonomik, klasë ekonomike që i thonë. Shkojna miq? Se po shumë me energjit ata? Neve nuk na mërzit kur gjë. As kë, as ti, as asnjë. Kush do që veni, neve s'na mërzitne. Absolut. Simna që mërzitëm. Se kena po ka 40 kusur vjetë jashtë, nuk kemna që mërzitëm. Ramosh, faleminderit për kujdesin tonë, po mos u mërzit për këtë punë, se ne nuk mërzitëm. Shkojna miq? Unë nuk besoj që janë zënë rrugën Ramush Haradinaj, sepse do ta dokumentoj ma vonë, nuk ja zënë rrugën asë një çlirimtar. Ama zullumqart po, Albin Kurtit edhe neve gjithve. Në këtë rast u duft edhe ty me ta zënë rrugën. Sepse zullumqar, pa marrë parasysh edhe baba jam e konë. Pa djali jama, qika jama, kush do qoftë. Nuk s'do të më interesu kërkuna heq absolut. Kush është zullumqar. Pa marrë parasysh a ka qenë lufta, s'ka qenë luftë. E para, e dyta, mos i përzini senet o Ramush u kry lufta që 26 vjetë, po him por 27. Jo ti, por asnjë heq. Unë asnjëherë se kum dëgjue kryeministin tonë të dashur, që ka thonë unë jam konë burg, unë jam konë që kë, unë jam konë demonstrata, unë kom bërë kështu. Ky nuk po vjen me këtë plan me kërku vota vur. Me projekte, me ligje. Mbi gjitha, mbështetjen e popullit. Që ju, as i keni menuar fare që ekzistojnë bile. Shkojna miq? Shka e këtë bojë që e vëtarë? Kina i problem tjetër në Kosovë o vati. A pas që mreç që s'kanë këtë Kosovë, sa me të nëzorë rrugë që e vëtarë. Ajo, për të pak të Ramush, por me ndreq venin, duhet me i pastru të senin. Ti di shumë mirë sikur luftën, por me janis një luftë, duhet me largu të varë shpionash, me i pastru, apo? Pala edhe kuvendi, edhe shteti, por me orë që ishtë duhet, me dalë në vi, duhet me largu ata që kanë bo zullum, duhet me bo të senin që me i pastru. Sa ta bojnë të më prapë. Sa do një me konë, për që a thojnë, plesht, krojësha me molla, e plot me konë qënoshat mira, një me konë e kalp, ki kalp tjerat. E ki përmonohet me gjeqat kalpten, me largu. Po shkojnë miq? A di shpër marrës, për këtar shteti, me shkull shet tjetër, me shkull të njerëzëve gjakut vetë, e me përmenë si të dojnë me zullumqar.
Ja. Unë spajtona me ty Ramush, absolut. Kur shkon njeri, vjen edhe folë realitetin, s'ka të bëj kur gjithu absolut, morre. Për kundërzi, e përkrahem. Zëdhëmësari në ka qali politik. Jo në politik, po nësë një vend botës. Po këtë rast, këtë aspekt, po flasim për Kosovën. Lemo ma gjëmë. Do të pastru të seme, ba blok, por me studje. Shkojnë a miqë. Ka zëdhëmësari gjithkun, ka qytetarë që bindesh me ligjin, pse po e lidhë me qytetarë. Nuk është pa problem, Ramush, me thonë. Po, shlemtar jenë orë të ata që hinë në politikë, mas 20, në mund që 26 vjetë, po hinë po 27, merë mas lufte, jenë një shlemtar. Edhe shumë për tyne, e di shumë mirë, me keqardhje për thonë, me fakte që janë, kanë bo zullum. Ti e din ma mirë se nabile. Dënë të gjemë vitë ma vore, mësh. Dhe të shkëtojmë zbashku prapë. Aroni to, pse po e lidhë me qytetarë? Sepse është i njëjti njeri që ju tregova që she ka votuar ligjin për pagë minimale me ilon jashtë veteran. Ja, Ramush, ja. Ti, Rambo, mësë gotë, kalzoj që i kini po 60.000 veteran. Leti këto, kalzoj poplit aty që i ki për para, qysh i kini po 60.000 veteran. E tani për pagat, flasim, edhe aty flasim, edhe aty ka ilaq. Sepse kalzoj që Albin Kurti ka thonë, pastron e listën, edhe unë ja bëj ka 500 euro rrugën. Ka fakte. Jo që për thomë në, jënë fakte. Jënë jëllëm tonë i gjonë në arkiva. E këta të regoja poplit, Rambo, ma mirë është, merë në i votë ma shumë. Se për ndryshe me akuza, së s'ki fakte. Ose i njeri, ose ajo doktrin, nuk është e jona. Kuptone, Deçanë, unë nuk i këndoni e shkurë. Edhe në luftë e dini që këmë bo për bashkim. Edhe jem konë tonë bashkë. Në Deçanë nuk ka pas dikush që se ka një vjetën në krah e vlla e motër me sheshilin. Po e këtë Albinit, Ramush, nuk jeni konë bashkë, se konë për krasi Albinit. Kërë konë koha Albinit, je konë për krasi tyne. Kërë konë koha juaj, u konë këj për krasi juaj, ka punu, konë edhe në ushtri, konë në që kjo, konë krejt. Ku është problemi këtë vlo? Nëse kivesh për vota, në regull është. Po me dize formata, është problem me marë vota. Okej, ata që a rejtë jetë japë, po në rishë është problem. Neve nuk përna gënjen Albin Kurti, për ata ka dhe 51%. Për follaritetin. Tash, a më një bon krejt punë? Qka i premton? Jo, absolut jo. Pse? Se s'premtojnë koha, premtojnë pak ma shumë, jo Albini, po këtë në botë ashtë njësaj. Por të pakten, këtë 80% i bon. Edhe kishë bëllë 100%, veç ku s'munët, se premtojnë koha, ose kur e blokoni jo, si opozit. Jo ti personal, po si opozit. Në më thënë, kur e blokoni, atër s'munët, s'ka që ka bërë i shkreti. Për ndryshe, në thonë kena po që Albin Kurti ka plësu çka ka folë, me çka ardhë si program. Mbi gjitha, Ramush, ma e në me mirë, mbi gjitha, sot do që ti thush ka Rus, pro Sërb, do të dokumentoj ma vonë, ky po menon për qitë popull e Kosovës, për qitë rinin e Kosovës. Ky ja kthej shprejthat rinis, Ramush, ku ju s'keni menu fare. Unë për folim me keqardhja, Ramush, ama ty dush me të ardhë marrë. Se ti e konë në qeveri, jo veç ti, po krejtë opozita.
PDK, LDK, AK, Nisma, ju dhëtë me ardë marrë. Albin Kurti s'ka sa me ardë marrë. Kë ka kry misione vetë. S'ka ka premtu e ka kry. Dere aty ku ka mujtë. Dere aty ku ka nxirur pe shpijave. Tash, e ka hiqë ujë, tash do të mi bo me zithë, për mësë mi hidhë loga, sëre ka dale dhe me dalë naltë. Kjo është ramba jo që shkona. Edhe e kemi rujt venin. E kom rujt venin 2004 ku ja këmon dorën. A këtu, ta hiqë i kapelën. Respekt bablok, për se cilën. Kretë në regull jemë, pile, shkuna për vene. Gjithmonë thomë, gjithmonë kom e thomë. Jo ty, po se cilët kush ka luftu. Pemat voglit, demat madhet, unë i përkullin. Kretë në regull është to. Amo, pemas lufte, e tash, aty ndryshon më abeti tani. Aty tani ndryshon më abeti. Përshem rrugova dhe këtë punu bashkë. Sepse na një vene kemë një popull jetë. Pa tjetër. Amo, se për këtë puna sana, nuk i nakon një popull. Sepse thmija juj, jenë ko milionera. E thmija klasës të mesëm, s'kam pas buk me hongër. Do me thonë nuk jem njësej. Si shqiptar po, amo këtu, nata me ditë. E Albini e ka pru këtu. Haldo se ka pru këtu, so është ka gjanal, në konë, po e ka vit, bere qatë versin, polkuna për vene, e ka vit. E kjo është kriministër. Pa hile, pa shërë. Sot që i thënë jo po kështu, jo po në tona, jo po gjithona. Kriministër me 16 në gjep, pa shpit vete. Shkojna. 2017, me gju punë për para të verit, ja të mundohën a qëmëtaqë. E kom bo ushtin, e kom bo treqen. I kem kërri punë, që së mujtë më kërri, që kishin metë që është sot, ti kush nga... Ja, që kishin metë, i gishart, i ka arë moment e ramush i kry. Se si që kështë kry as ti, po i ka arë moment i ka kry, edhe ta iqim kapelën. Që si kryje vizat. Po i ka kry Albin Kurti. Amo unë nuk ja loket meritën Albin Kurti. Për viza, absolut që jo. A peshe? Mos të i kom kry une. I këni kry gjithë. Kush sa ka mujtë ka dhonë, edhe i këni kry punët. Jo lavdën dhe gjvete. Unë nuk përlo lavdën për viza. Me qenë se në realitet, lavdë i shkon tina, se këj ka hiqë korupcione. Një po jo, jeni mënu. Isa Mustafa mënu, Hashim Thaçi mënu, Sari keni përuru, e që më bo. E shumë tjera. Po, shkojnë amiq. Ushtria Kosovës, që ma mundësin me kry ushtin, duhet me kry. Edhe jasot, e kemi ushtin tonë. Ushtria jonë, ligjen e ushtrisë Kosovës, e majnë firmen e djallit juj, Ramush Haradinit. Aja firmë ose përjetshme, ushtria jonë ose përjetshme, kur nuk përjet mra. Po të pëlqen Ramush për thonë djalli juj. A ne kur për thonë, Albin Baba, po thonë qishë, marë turp. Apo shenë qëfar kontest e pëthu. Unë e pranoj këto, si djallë, si ushtarë, i ushtrisë, e kon luftë sene, si djallë i forë, si djallë trim, këtë arsye, edhe e thu, e kuptoj plotësisht, me mirë kuptim. Mirë po, ti kuptohë, kur ne i dhejmë Albin Baba, që dësh me ditë pse, kërkush se pranon si babë, se cilë e ka babën e vetë. Por politikisht si babë, si kur ti djallë luftarak. Ja pse i thëjnë babë. Edhe pse ty të thëjnë Rambo, pse ty të thëjnë Bablok, unë thëmë Bablok për shamën, së të kom Bablok, po të respektojt, për shkak
punën që ke bo, ku je konë, qaj asjede, bo bablok, respekt, Rambo qysh dush. A mos kritiko ku t'ja thojnë kryeministrit. Sepse nuk i thojnë për diçka, për punë që po i bon. Për 2 sene, vetëm për Mitrovicën, që i ka kthy 17% territorit, edhe ja ka kthy shpresën e rinisë, për neve diasporën është boll. Është boll, për fillim. Jo bob, po bob, babgjesh, katragjesh, çka dush mi thonë e meriton. Shkojnë amish. Ndërsa E tash, Ramush, tash kritika shkon për ty. Me fakte, të si thëmë une, si komatone, po janë në për rrjetet sociale, në për televizionin që i gjonë dhe vetë. Shkojnë amish. vetë kryetari i AK-s ka pranuar publikisht se ka privatizuar 200 hektar tokë në vitin 2009. A din sa bojnë 200 hektar tokë, Ramush? Nëse nuk e din, ç'tash e kupton. E që i bie se Ramush Haradinaj zotron 0.02% të territorit të Kosovës. E tash, Rambo, bablok, qysh dush. Qysh është e mundshme, Ramush, me bo gjithë këtë tokë, vllai të? Ka. Të kum një që i ke thuj, konë babës tem, gjithë që këtë tokë ka konë me babës tani, pa shpirë Rameta? E pabesueshme. Të paktën për mu, e pabesueshme. Për tjerë nuk e di. Shkojna. Ose edhe pak më thjesht, Ramush Haradinaj ka tokë aq sa ka territor shteti i vogël i Monakos. Wow. Sa një shtet Ramush Haradinaj në Glogjan, tokë, Glogjan në Prishtinë e ka mos, që i ka mbledh krejt, këto që i ke si Mastina, që tha, i ke pranu vetë. Ka alabon ma ki që si ke pranu, që ka tjera në pranë më dikuj tjera, po tash po kthejmë të zullumçare. Ramush, kjo është zullum. Mu po vole me keqardhe, po kur vjen ty keq, që i ke bo për shembull, i ke marrë 5 tokës të Kosovës, vallahi kjo zullum. E unë e di që ti dele fole sene, sepse thojnë fjallë popullore, mizë mas veshe. Bablok, me keqardhe për thëmë, po kjo është realiteti. Para luftës si ke pas, mas luftë e bonë, a disa është shteti Monakos, ta tregoj, 0,002% të Kosovës, tokë, ti si person, familja juaj. Kështu që Rambo kur dash për kritikue, mos kritiko, ku i ki kritikat, ku i merë kundër kritika, edhe jetë në loqë. Shkojnë amish. E Kurti është E ngota është ti, se s'ka ka thonë për Kurtin, e Kurti s'ka ka thonë për ty. Okej? Shkojnë amish. për Kosovë është ma shërp se Vučići. E këta nuk mosh me thonë për një kryeministin tonë, kjo është e ligë, është e dopt me thonë Ramush Haradinaj. Edhe nuk e hiq kur pe goje. Për ta s'më ne kalon 5%, 6%, apo tash, inshallah kalon pragën. Kjo gjunë nuk son kërkon, Ramush. Në shkojna? Ma shërp se Vučići edhe se Putini. Kur i ditë këtu i kam thonë se është shpioni Serbisë. Po, është shpioni Serbisë. Edhe për pos kësajna, plus edhe me gru ti e marë, edhe me qiktina e marë, është turp. Une gjëma veç një video, veç një dokument, që Albin Kurti u marë jo me ty, po me cilin do politikan që u merë me familje ose me diçka. Asnjëherë, po ky është njeri kulturum. Ky merret me juve personal,
s'ka me kurgjë me tjertë, absolut. Jo pse merri me tjertë, Allah. Nuk mundi me rëzu kështu Albin Kurti me akuzat të kota. E të i marrë me grutina me qiktina. Shkona veç. E tash ngora mos Haradinaj, që ka thot Albin Kurti për ty. Që ti pithu Sërb e pithu Rus. Nuk mund të pranoj debatin ku Haradinaj barazohet me kriminalët sërbë. Haradinaj u lirua, po nga gjykata e Hagës. Nuk mund bëjmë Miloševiqi u dënua, vdiq madje në burg. Ja, ma shiko, unë nuk mund të pranoj debatin ku Haradinaj barazohet me kriminalët sërbë. Pse ishin në hall. Bravo. Si bën ata absolutisht Yes. të ngjajshëm as të barabartë. Unë besoj që duhet jetë ndaluar që të vihen në të njëjtën fjali luftëtarët ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe kriminalët sërbë. Une, Ramush Haradinaj, për këta e smoj shumë Albinin, sepse nuk e akuzon kur asnjërin. E me pak, mi thonë Sërb, a mi thonë, s'u mi thonë ato fjallat vetë. Po, Rambo, të roj sukses, veç vazhdo fëshatën, po jo me fyrje se nuk vynë, as ty, as Albinit, as njone, me fyrje me ofendime, se nuk bojnë. Nuk i bon mirë kërkujna. Kështu që, miqë dashër, kjo është e vite për sot, ju përshëndes se zgata pak, sepse ishtë tema që ashtët, që gojnë 21 minutë sa, ju përshëndes, miqë dashër, Zoti i rujt, kudo që jeni, respekt, e mirëpafshime të radhës.